Këtu nuk jam për ty, e as për gjykimin tënd, aq më tepër për vlerësimin tënd. Në sport, asnjë djali nuk i është thënë nuk mund t'ja dalësh, por për vajzat, këto fjalë kanë qenë shumë të njohura. Sot, jo më. Unë nuk jam këtu për rregulla që nuk janë shkruar për mua. Nuk kam frikë të jem më e fortë, më e shpejtë, më e vendosur. Në basketbol, në futbol, në volejbol, ne luftojmë për çdo pikë. Në atletik dhe not, ne sfidojmë kufijt. Në boks, mundje dhe taekwondo, ne tregojmë forcën tonë. Në peshkngritje dhe gjimnastik, ne ngrem jo vetëm pesha, por edhe ëndrat tona. Në ping-pong, qitje dhe dans sportiv, çdo lëvizje është përqendrim, ritëm dhe guxim. Lëvizja jonë është më shumë se sport, është ambicie, është përpjekje, është zëri ynë. Kur luaj, unë e di kush jam. Në fush, në pistë, në ring, në ujë, përtej kufive, sepse kur luaj, ndihem plotësisht e lirë. Kjo fush, ky stadium, kjo botë, janë shumë të vogla për të mbajtur ëndrat tona, sepse sporti nuk ka gjini.